Në ditët e fundit të qershorit të vitit 2010, Bekim Fehmiu nuk pranonte mysafir në shtëpinë e tij në Beograd. Derën ja hapte vetëm mjekut personal, i cili vinte çdo të mërkur me një çantë të zezë lëkure dhe një gruaje të panjohur me shamin mbi kokë që askush nga fqinjet nuk e njihte. Por në fillim të qershorit të vitit 2010, 3 orë para se ambulanca të vinte me sirena të ndezura, një mashkull i panjohur hyri në hyrjen e pallatit. Portieri më vonë do të dëshmonte se ai bart një zarf të bardhë të vullosur me damkë të kuqe. Kur ai doli pas 12 minutash, ylli i mati kinemas jugoslave ishte ullur në koltukun e lkurës, duke qarë në heshtje me një letër të palosur në duar që drideshin. Çfarë shkruante në atë letër? Kush e dërgoi atë njeri? Dhe pse, pas asaj vizite, Bekim Fehmiu thirri gruan e tij dhe i tha fjalët që ajo nuk do t'i haronte kurrë. Lufta mbaroi Branka, unë humba. Kjo është historia një njeriu që luftoi frikën më të egër në heshtje, duke u buzëqeshur para kamerave, ndërsa trupi i tij shkatërrohej nga brenda. Historia e një sekreti që zgjati 40 vjet. Historia e një zgjedhjeje fatale që e bëri Bekim Fehmiu kur i mbetur vetëm përballë frikës së humbjes së kontrollit. Familja e tij u bë robreshe gënjeshtrës dhe vetë ai u shndërrua në rob të një sekreti që e hëngri gjallë. Nuk ishte e vërtet që Bekim Fehmiu kishte shëndet të hekurt, siç shkruanin gazetat jugoslave në vitet e artë të karrierës së tij. Në fillim të vitit 2010, disa muaj para fundit, ai pësoi goditjen e parë në tru, një infarkt cerebral që i dëmtoi lëvishmërinë e dorës së majtë. Asistentja e regjisë në vitet e fundit, Milica Jovanović, e mbajti sekretin 40 vjet derisa foli për herë të parë në vitin 2020. Ai më kërkoi ta mbaja sekret, tha ajo me zë të tujeshëm. Më tha se nëse dikush do ta mësonte, ai do të bëhej objekt dhimbjeje, jo respekti. Por humbja e kontrollit mbi dorën ishte vetëm maja e icebergut. Ajo që askush nuk e dinte ishte se Bekim Fehmiu kishte filluar të përjetonte momente kur trupi nuk i përgjigjej. Ai fshihte këto kriza duke u izoluar në dhomën e shtëpisë, duke i thënë gruas se ishte i lodhur. Vetëm shoferi i tij personal, Ranko, e pa të vërtetën. Një ditë, kujtoi Ranko në një intervistë rrallë dënë gazetës Politika në vitin 2007, e gjeta të shtrirë në dysheme të dhomës së gjumit, duke mbajtur dorën e majtë me të djaftën. Ai më luti të mos i thoja askujt. Më tha se ishin vetëm krampe, se do të kalonin. Por sytë e tij kishin frikë. Pas asaj goditje, Bekim Fehmiu shkoi për herë të parë te një specialist neurologjik në Beograd. Mjeku, profesor i njohur i fakultetit mjekësor, e ekzaminoi me kujdes dhe i dha një tufë recetash përqetësues dhe analgjezik. Është stresi i jetës, i tha mjeku me një buzëqeshje profesionale. Ju jeni artist i madh, zoti Fehmiu. Trupi juaj kërkon pushim. Por me kartelën mjekësore që familja e Bekim Fehmiu të gjeti vetëm pas vdekjes së tij, ishte shkruar diçka krejt tjetër. Atje, me shkrim doret lehtësueshëm, mjeku kishte shënuar. Pacient shfaq shenja të dëmtimit cerebral. Rekomandohet monitorimi kujdesshëm. Prognoza e paqartë. Pse mjeku zgjot të mos i thoshte gjithçka? Pse ai nuk ja shpjegoi plotësisht një njeriu që kishte të drejtë ta dinte se çfarë po i ndodhte trupit të vet? Dhe kush mori vendimin që Bekim Fehmiu të mbajej në errësirë të pjeshme, ndërsa frika vazhdonte të rritet brenda tij si një zjarr i fshehur? Por jeta para kamerave vazhdonte. Në vitin 2009, Bekim Fehmiu u shfaq në një ngjarje përkujtimore në Prishtinë, duke marrë ovacione për karrierën e tij madhështore. Ai ecte me elegancën e zakonshme, duke u buzëqeshur fotografe, duke përshëndetur kolegët. Askush nuk mund ta imagjinonte se në këtë fasadë të përsosur fshihej një njeri që kishte filluar të humbiste besimin në trupin e vet. Grimuesa e tij personale, Jelena, më vonë do të rrëfente se her pas here, gjatë griminit, dora e tij e majtë dridhej papritur, sikur e goditur nga një dredhje padukshme. Ai e fërkonte me dorën e djathtë dhe buzëqeshte, kujtoi ajo. Më thoshte se ishte vetëm lodhje, por unë e shija frikën në sytë e tij. Në shtëpi, larg skenave dhe reflektorëve, situata ishte shkatërruese. Gruaja e tij, Branka, filloi të vërë re se bashkëshorti i saj po ndryshonte. Ai që kishte qenë gjithmonë njeri i energjisë dhe shakat, po bëhej i heshtur dhe i tërhequr. Shpesh ai ulej në koltukun e tij të preferuar pranë dritares dhe shikonte jashtë për orë të tëra pa thënë një fjalë. Kur ajo i pyeste se çfarë po ndodhte, ai përgjigjej me të njëjtën fjali. Asgjë, dashuria ime. Jam vetëm pak i lodhur. Por Branka e ndjente se diçka e tmerrshme po ngulitej midis tyre. Diçka që bashkëshorti i saj po ja fshihte me çmimin e shëndetit mendor të dyve. Në pranverën e vitit 2010, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Bekim Fehmiu,
Po përgatitej të dilte nga shtëpia, kur papritur ndaloj në mes të shkallëve. Ai qëndroi ngrirë për disa sekonda, duke parë dorën e majt që nuk lëvizte. Pastaj, sikur diçka ta kishte rikthyer në të tashmen, ai tundi kokën, buzëqeshi dhe tha: "Më falni, harrova diçka." Askush nuk guxoi të pyeste se çfarë kishte ndodhur, por Branka e shkroi në ditarinë e saj atë ditë, sot pash frikën e vërtet në sytë e një njeriu që të gjithë e adhurojnë si perëndi. Ishte në atë periudhë që Bekim Femiu filloi të shkojë në klinika të ndryshme duke kërkuar përgjigje. Ai udhëtonte në heshtje, duke mos ia thënë askujt përveç shoferit të tij besnik, Ranko. Mjekët i thoshin gjithmonë të njëjtën gjë: ju duhet të relaksoheni, stresi i jetës suaj ju ka lodhur. Por Bekim Femiu e dinte se diçka më e thellë po ndodhte, dhe frika që trupi i tij po i rrëshiste nga kontrolli e kthente çdo natë në ferr. Në maj të vitit 2010, ai shkoi për herë të fundit te një neurolog në Beograd. Mjeku e ekzaminoi me kujdes dhe pastaj u ul përballë tij. "Zoti Femiu", tha mjeku ngadalë, "ju keni pësuar një dëmtim cerebral. Mund të ketë pasoja afatgjata. Ju duhet të jeni i përgatitur për ndryshime." Bekim Femiu e pa në sy. "Sa kohë më ka mbetur?" pyeti ai me një zë që mezi dëgjoi. Mjeku nuk u përgjigj menjëherë. Ai hoqi suzet dhe tha ngadalë: "Kjo varet nga shumë faktor, por ju duhet të kujdeseni për veten." Bekim Femiu u kthye në shtëpinë e heshtje. Ai nuk ia tha asnjë fjalë të plot gruas, nuk u këshillua me asnjë mik. Në vend të kësaj, ai mori një vendim që do ta zhdoronte në rob të gënjeshtrave për muajt e fundit. Ai vendosi të vuajë në heshtje. Të luaj rolin e tij më të madh jo në kinema, por në jetën reale, rolin e njeriu të fortë të patijeshëm. Por çfarë ishte ju ta bënte këtë zgjedhje vetvrasëse? Kush ia këshilloi këtë maskë të tmeshme? Apo ishte kjo një zgjedhje e tij, frika që të mos bëhej objekt dhimbjeje në vend të respektit? Në vitet e fundit të jetës së tij, Bekim Femiu jetonte në një botë të çuditshme. Nga njëra anë, ai ishte ende ili që miliona njerëz e adhuronin, nga ana tjetër, ai ishte një njeri që po luftonte një betejë sekrete me trupin e vet. Një betejë që po e humbiste çdo ditë. Dhe ajo që e bënte këtë luftë edhe më të tmeshme ishte heshtja. Heshtja që ai kishte zgjedhur. Heshtja që e hëngri gjallë. Sipas disa dëshmive të pakonfirmuara, disa figura të pushtetit në atë kohë ishin të shqetësuara për pozicionin publik të Bekim Femiut. Ai kishte qenë gjithmonë artist i pavarur, njëri që nuk pranonte të luante sipas skenarit të tjerëve. Dhe kjo pavarësi e kishte bërë një figurë të vështirë për të kontrolluar. Por a kishte kjo të bënte me atë që po i ndodhte tani? Apo ishte vetëm një përkimje e tmeshme e fatit? Në fund të viteve 80, Bekim Femiu kishte marrë një vendim që e kishte izoluar nga shumë njerëz. Ai kishte refuzuar të luajë role që ai konsideronte propaganda. Kishte refuzuar të bëhej zë i regjimit. Dhe kjo kishte pasur pasoja, jo të hapura, por të fshehta. Ai filloi të mos ftohej në projekte të mëdha. Kontaktet e tij me botën perëndimore filluan të vështirësoheshin. Ishte sikur një derë e padukshme po mbyllej ngadalë para tij. Por kush e mbyllte atë derë? Emra të ndryshëm qarkullonin në biseda private, emra të njerëzve që kishin pushtet, njerëz që nuk fallnin refuzimin. Por asnjë prej këtyre emrave nuk u provua kurrë, mbeten vetëm thasheteme. Dhe Bekim Femiu nuk foli asnjëherë publikisht për këto gjëra. Ai zgjodhi heshtjen. Dhe kjo heshtje e shndëroi në rob të dyshimit të përditshëm. Në vitin 1988, Bekim Femiu tentoi për herë të fundit të kërkonte ndihmë nga jashtë. Ai shkroi një letër një mikut të tij në Zvicër, duke i përshkruar frikën e tij për të ardhmen. "Ndonjëherë ndihem sikur po humbas veten", shkruante ai, "sikur një ditë do të zgjohem dhe nuk do të di kush jam." Letra u dërgua nëpërmjet një kanali privat, por asnjë përgjigje kurrë nuk erdhi. Vetëm shumë vite më vonë, familja zbuloi se letra kurrë nuk ishte arritur në destinacion. Ajo ishte humbur diku në rrugë, apo ishte ndaluar? Askush nuk e dinte. Ndërkohë në publik, Bekim Femiu vazhdonte të lozdi rolin e tij. Ai shfaqej në ngjarje, jepte intervista, buzëqeshte, por njerëzit e afërt filluan të shihnin plasaritjet. Një gazetar që intervistoi atë në vitin 1989 kujton: "Ai më dukej si një aktor që lozdi të njëjtin rol për shumë kohë dhe ishte lodhur deri në palc. Por kur i ndalova kasetën dhe filluam të bisedonim jo zyrtarisht, ai më tha diçka që më tronditi. E di se çfarë është e tmerrshme, kur filloni të ndjeni se po humbisni kontrollin mbi veten, por askush nuk mund ta kuptoj. Mendova se po fliste si poet. Tani kuptoj se po përshkruante frikën e tij të vërtet. Po, gruaja e tij.
Branka Femiu jetoi vite të tëra duke ditur gjysmën e së vërtetës. Bekim Femiu ja kishte thënë se kishte pasur probleme shëndetësore, por jo sa të rënda ishin. Ai ja kishte thënë se mjekët e monitoronin, por jo se ai po luftonte një betejë që po e humbiste. Ajo jetoi në një gjendje të përhershme ankthi, duke parë bashkëshortin e saj të tërhiqej nga bota, por duke mos ditur pse, askush nuk po e ndihmonte vërtet. Vetëm pasi Bekim Femiu vdiq dhe ajo gjeti dokumentet e fshehura në një sirtar të kycur, ajo e kuptoi thellësinë e gënjeshtrës. Në një intervistë të dhënë në vitin 2011, Branka tha me zë të thyer: "Ai më mbrojti nga e vërteta, por kjo mbrojtje më bëri të pavuajshme përballë humbjes. Por kush kishte vendosur që e vërteta të fshihej? Ishte zgjedhje Bekim Femiut vet, apo kishte dikush tjetër që e shtyu drejt kësaj heshtjeje? Dhe nëse Bekim Femiu ishte viktim, sa të tjerë ishin? Sa artista, shkrimtar, intelektual në atë kohë vuanin nga frika e njëjtë, frika e humbjes së kontrollit, e bërjes objekt dhimbjeje në vend të respektit." Në vitin 2010, jeta e Bekim Femiut kishte arritur në pikën ku çdo ditë ishte luftë me veten. Ai nuk ishte më vetëm një artist që kishte vendosur të tërhiqej nga skena. Tani ai ishte një njeri që po luftonte frikën më të thellë, frikën e humbjes së kontrollit mbi trupin dhe mendjen e vet. Dhe kjo frikë e kthente çdo mëngjes në betejë, çdo natë në ferr. Në maj të vitit 2010, Branka Femiu vuri re diçka që e tronditi deri në palc. Një mëngjes kur hyri në dhomën e studimit, e gjeti bashkëshortin të ullur në kargen e tij, duke shikuar dorën e majt sikur të ishte diçka e huaj. "Nuk po më dëgjon", tha ai ngadalë. "Po, mundohem ta lviz, por nuk më dëgjon." Branka ndiu një të ftohtë që i kalloi trupin. "Duhet të shkojmë te mjeku", tha ajo. Por Bekim Femiu tundi kokën. "Jo", tha ai, "nuk dua që të fillojnë të më shohin si..." Ai nuk e përfundoi fjalinë, por Branka e kuptoi. Ai kishte frikë të mos bëhej objekt dhimbjeje, por izolimi nuk e mbrojti. Në të kundërt, ai e bëri edhe më të cenueshëm. Në qershor të vitit 2010, gjendja e tij përkeqësoi me shpejtësi të frikshme. Ai po humbiste kontrollin mbi anën të trupit, po humbiste aftësinë për të kryer gjëra të thjeshta. Dhe më e keqja, ai e dinte. Ai ishte plotësisht i vetëdijshëm për atë që po i ndodhte. Dhe kjo vetëdije ishte më e tmeshme se gjithçka. Vitet e fundit ishin rënje spirale. Bekim Femiu u bë hije e vetes. Ai shpenzonte orë të tëra ullur në dhomën e tij duke parë jashtë dritares. Ndonjëherë fliste me veten në zë të ulët, ndonjëherë qante pa zë. Branka jetonte në frikë të përditshme. Ajo nuk dinte çfarë të bënte. Ajo donte ta ndihmonte, por ai e largonte. "Mos më shiko kështu", i thoshte ai. "Mos më shiko sikur jam tashmë i humbur." Por madje edhe në atë gjendje, Bekim Femiu ruajti një sekret të fundit. Në një sirtar të kycur në studimin e tij, ai mbante një dosie me dokumente, rezultatet mjekësore, letrat që kishte shkruar dhe kur nuk kishte dërguar, dhe një listë me emra, emrat e njerëzve që ai dyshonte se e kishin traftuar në jetë. Në fund të listës, ai kishte shkruar me doshkrim me shkronja të mëdha: "Unë zgjedha heshtjen, tani zgjedh paqen." Në fillim të qershorit të vitit 2010, Bekim Femiu foli me Branka për herë të fundit me mendje të ktjellët. Ai e mori dorën dhe tha: "Nuk dua të më shikosh duke u bërë një hije, të lutem, më kupto." Ajo nuk e kuptoi atëherë, por tani, duke lehtësuar letrën lamtumirës që ai la pas, ajo e kupton. Dhe dhimbja e asaj kuptimi është një plag që kur nuk do të mbillet. Letra lamtumirës ishte e shkurtër, vetëm disa rreshta. "Dashuria ime e përjetshme", shkruante ai. "Mos më gjyko për zgjedhjen që bëra. Kjo është rruga ime për të mbajtur dinjitetin. Faleminderit për çdo moment. Bekim." Ajo e lexoi atë letër dhjetra herë, dhe çdo herë ajo pyeste veten: a ishte kjo vërtet zgjedhje e lirë? Apo ishte zgjedhje e vetme që një njeri krenar mund të bënte kur e gjithë bota rreth tij po shkatërrohej? Në 15 qershor të vitit 2010, Bekim Femiu mori armën e tij personale dhe vendosi të përfundonte luftën. Branka ishte në dhomën tjetër kur dëgjoi zërin. Ajo vrapoi, por ishte tepër vonë. Ylli i madh i kinemas jugoslave, njeriu që kishte qenë krenaria e një kombi të tërë, kishte zgjedhur të largohej me kushtet e veta, jo si viktim, por si njeri që kishte vendosur se dinjiteti ishte më i rëndësishëm se jeta në hije. Por pyetja mbetet: a ishte kjo vërtet zgjedhje e lirë? Apo ishte akti i fundit i një njeriu që kishte jetuar në presionin e pritshmërive të tjerëve, që kishte luajtur role të panumërta në skenë, por që kur nuk ishte mundur të ishte plotësisht ai vetë? A ishte kjo liri, apo ishte robi fundit i një jete të jetuar për të tjerët?
Branka fëmiu jeton ende me këto pyetje, dhe çdo natë ajo shikon fotografinë e fundit të bashkëshortit të saj. Fotografinë ku ai buzëqesh, por sytë e tij flasin një gjuhë tjetër. Një gjuhë të dhimbjes, të frikës dhe të një sekreti që ai mori me vete në varr. Një sekret që do të mbetet përgjithmonë i pazbulluar. Sepse disa histori nuk kanë fund të lumtur, kanë vetëm fund. Në rrethana që mbeten të diskutueshmeve sot, familja fëmiu pretendon se pas vdekjes së Bekim, ata zbuluan dokumente mjekësore që kishin qenë të fshehura për vite. Sipas dëshmive të tyre, këto dokumente tregonin një histori shumë më të errët se ajo që publiku e dinte, por e vërteta e plot mbetet e paqartë. Ajo që dihet me siguri është se Bekim Fehmiu vuante në heshtje, një heshtje që disa besojnë se nuk ishte vetëm zgjedhje personale, por rezultati presioneve që vinin nga botë që ai nuk mund t'i kontrollonte. Branka, gruaja e tij, rrëfeu se gjatë viteve të fundit, Bekim shpesh i fliste për ndjenjen e të qenit i kapur në një rrjet që sa më shumë përpiqej të çlirohej, aq më shumë e shtrëngonte. Ai më tha një herë, kujtoi Branka në një intervistë private dhënë gazetarëve të besuar, se njerëzit mendojnë se unë jam i lirë sepse kam qenë famë, por fama është burgu më i sofistikuar. Ti bëhesh pronë e imagjinit tënd, dhe kur imagjini fillon të plas, të gjithë përpiqen ta mbajnë të tërë, jo për ty, por për vetveten. Disa burime jo zyrtare pretendojnë se Bekim Fehmiu kërkoi ndihmë mjekësore jashtë rrjetit shëndetësor zyrtar. Thuhet se ai shkonte në vende ku askush nuk do ta njihte, ku nuk do të regjistrohej emri i tij, ku nuk do të dilte asnjë lajm. Por këto rrëfime kurrë nuk janë konfirmuar plotësisht. Ajo që mbetet e sigurt është se ai kishte frikë. Frikë që diagnoza do ta zhdoronte nga artisti i respektuar në objekt dhimbjeje. Frikë që njerëzit nuk do ta kujtonin për rolet madhështore, por për fundin e tij tragjik. Frikë që do të humbte kontrollin mbi rrëfimin e jetës së tij. Dhe kjo frikë, sipas atyre që e njihnin mirë, e izoloi edhe më shumë se sëmundja vet. Në një letër që u gjet pas vdekjes së tij, Bekim Fehmiu shkruante fjalë që tregonin thellësinë e luftës së tij të brendshme. Letra nuk ishte dërguar kurrë, mbeti si testamenti një burri që donte të fliste, por nuk guxonte. Kam frikë, shkruante ai, se nëse them të vërtetën, do të më shohin si të dobët. Dhe unë nuk mund të jetoj duke qenë i dobët në sytë e botës që më ka vënë në piedestal. Më mirë të jem heroj heshtur se sa viktime hapur. Këto fjalë tregojnë diçka që shkon përtej sëmundjes fizike. Ato tregojnë një njeri që kishte humbur jo vetëm shëndetin, por edhe lirinë të ishte i vërtet. Një njeri që kishte zgjedhur maskën mbi sinqeritetin, sepse çmimi i sinqeritetit dukej tepër i lartë. Branka e gjeti këtë letër 3 muaj pas funeralit, të fshehur në një kuti të vjetër në bodrumin e shtëpisë. Kur e lexoi, ajo kuptoi se bashkëshorti i saj kishte jetuar një ferë që askush nuk e kishte parë. Dhe ajo e kuptoi diçka tjetër. Ai nuk ishte vetëm, ka të tjerë. Ka njerëz që në këtë moment, në këtë vend, po vuajnë në heshtje, sepse kanë frikë se diagnoza do t'i shndërrojë nga persona të respektuar në objekte dhimbjeje. A jeni ju njëri prej tyre? A njoni dikë që po fsheh frikën për të mbajtur imazhin? Sipas dëshmive të paverifikuara, Bekim Fehmiu tentoi të kërkojë ndihmë në vende që nuk ishin pjesë e sistemit zyrtar shëndetësor. Rrethana të tilla nuk janë të pazakonta për figura publike që duan të mbajnë privatësinë. Por në rastin e tij, kjo kërkesë për privatësi duke se vinte nga frika më e thellë. Frika se çdo informacion që dilte publikisht do ta shkatëronte atë që kishte ndërtuar me dekada. Disa që pretendojnë të kenë qenë afërti gjatë atyre viteve, rrëfejnë se Bekim shpesh fliste për ndjenjen e të qenit i rrethuar nga njerëz që kishin interes në imazhin e tij, jo në mirëqenien e tij. Ai më tha një herë, rrëfeu një mik i afërt që kërkoi të mbetej anonim, se ndihet si aktiv ekonomik, jo si njeri. Se njerëzit rreth tij kishin investuar kaq shumë në imazhin e tij, sa nuk mund të përballonin që ai të dështonte publikisht. A ishte kjo paranoj, apo ishte realiteti zi i industrisë së spektaklit? E vërteta mbetet e paqartë, por ajo që dihet është se Bekim Fehmiu jetoi vitet e fundit me një gjendje të brendshme lufte, duke luftuar jo vetëm me sëmundjen, por edhe me pritshmëritë e një bote që nuk e lejonte të ishte i dobët. Dhe kjo luftë, sipas atyre që e njihnin, ishte edhe më shkatërruese se sëmundja vet. Në shkrime private që u gjetën pas vdekjes së tij, Bekim dokumentonte me detaje të dhimbshme gjendjen e tij fizike dhe mendore. Çdo ditë ai shënonte. Sa herë dora e majt dridhej, sa kohë zgjaste një atak, sa fjalë kishte harruar atë ditë. Në njërën nga faqet e fundit, me shkronja që mezi lecoheshin nga dridhja, ai shkroi: Sot harrova emrin e vajzës sime për 10 sekonda. Kur e kujtova, qava për gjysmore. Kjo nuk është jetë. Kjo është pritje e dënimit.
Branka e gjeti këtë shkrim bashkë me letrat e tjera, dhe kur e lexoi, ajo kuptoi se bashkëshorti i saj kishte jetuar një ferë që askush nuk e kishte parë. Një teori konspirative që qarkulloi pas vdekjes së Bekim Fehmiut sugjeronte se karriera e tij ishte kontrolluar nga kontrata që shikonin artistët si investime, jo si njerëz. Sipas kësaj versioni të paprovuar, disa producentë mëdhenj të kinemave jugoslave përdornin kontrata që përmbanin klauzola kufizuese, klauzola që e detyruan artistin të mbante çdo informacion personal nën kontroll të palës që kishte investuar në imazhin e tij. A ishte Bekim Fehmiu robi një kontrate të tillë? Asnjë provë konkrete nuk u gjet kurrë, por disa që pretendojnë të kenë qenë afër situatës thonë se atmosfera në industrinë e filmit të asaj periudhe ishte e tillë që artistët shpesh ndjeheshin të detyruar të sakrifikonin lirinë personale për të mbajtur karrierën. Nuk ishte gjithmonë e shkruar me shkronja të mëdha. Rrëfeu një person që punoi në industri në ato vite, por presioni ishte aty. Nëse nuk luaje sipas rregullave të tyre, do të gjendej dikush tjetër që do të luante. Sipas disa burimeve, Bekim Fehmiu tentoi një herë të kërkojë ndihmë juridike për të kuptuar nëse kishte mënyra të çlirohej nga obligjime që ai ndjente si shtrënguese. Por kjo tentativë, nëse ka ekzistuar, nuk solli asnjë rezultat. Një letër e gjetur në arkivat personale të tij kishte një shënim të shkruar me dorë. U dërgua. Asnjë përgjigje. A ishte kjo për shkak se letra kur nuk arriti në destinacion, apo për shkak se ata që e morën zgjodhen të mos u përgjigjen? Apo thjesht sepse nuk kishte asnjë zgjidhje juridike për një situatë që ishte më shumë psikologjike se sa ligjore. Në muajt e fundit të jetës, Bekim Fehmiu u tërhosh plotësisht nga jeta publike. Ai nuk donte më të shihej, nuk donte më të fliste, nuk donte më të luante rolin e ilit që të gjithë prisnin ta shihnin. Branka rrëfeu se ai kallonte ditë të tëra në heshtje, duke parë drejt dritares, duke menduar për diçka që ajo kur nuk e kuptoi plotësisht. Ndonjëherë tha ajo, më dukej se ai po bënte llogaritë e fundit, se po vendoste se si donte të mbetej në kujtesë. Dhe kur erdhi fundi, ai e zgjodhi vetë. Jo në spital ku mjekët do të luftonin për ta mbajtur gjallë për disa ditë të tjera, jo në publik ku kamera do ta kapte momentin e fundit. Por në heshtje, larg syve të botës që e kishte dashur dhe e kishte shkatërruar njëkohësisht. Ai la një letër lamtumire, një letër e shkurtër, pa shumë fjalë, por me një mesazh të qartë. Faleminderit për gjithçka. Tani pushoj. A ishte kjo dorëzim? Apo ishte vendimi i fundit i një njeriu që kishte kuptuar se disa luftra nuk mund të fitohen, mund vetëm të zgjedhë se si të humbasin? Në fund të prillit të vitit 2010, një grua me shami mbi kokë hyri në Spitalin Neurologjik të Beogradit duke kërkuar të fliste me drejtorin. Ajo nuk da emër, por la një zarf me vullë zyrtare. Brenda ishte një kartel mjekësore e plot, e datuar 10 vjet më parë, me vullën e një klinike private në Zagreb. Në kartel me shkrim të mjekut ishte shënuar diagnoza që familja Fehmiu nuk e dinte. Parkinson në fazë të hershme. Prognoza për keqësim gradual. Pacientit i është këshilluar trajtim, por ka kërkuar konfidencialitet absolut. Drejtori e leksoi dokumentin dhe pyeti gruan. Pse po e sëni këtë tani? Gruaja nuk u përgjigj. Ajo u kthye dhe u largua. Kur stafi tentoi ta gjejë më vonë, askush nuk e njihte, askush nuk dinte kush ishte. Por dokumenti ishte real. Dhe i tregonte se Bekim Fehmiu e kishte ditur të vërtetën për 10 vjet. Ai kishte zgjedhur të luftonte në heshtje, të vuante pa dëshmitar, të shkatërohej pa u ankuar. Por pse? Kush ja kishte këshilluar këtë heshtje vdekjeprurëse? Dhe çfarë ndodhi në ato 10 vjet kur trupi i tij shkatërohej ndërsa ai buzëqeshte para kamerave? Por le të kthehemi në fillim të kësaj histori të fshehur, në vitin 2000 kur gjithçka filloi. Kartelat mjekësore që familja gjeti pas vdekjes tregonin një rrugtim të tmerrshëm. Bekim Fehmiu kishte filluar të përjetonte shenja të para në atë vit. Një dridhje lehtë dorës së majt gjatë filmimeve, një ngurtësim i muskujve në mëngjes. Por ai nuk shkoi te mjeku menjëherë, ai e fshiu. Ai mendonte se ishte lodhje. Vetëm kur dridhja u bë aq e fortë sa e pengonte të mbante filshanin e kafes, ai vendosi të kërkonte ndihmë. Por jo në Beograd ku çdo gazetar kishte informator në spitale. Jo në Prishtinë ku ai ishte legjend dhe çdo lëvizje e tij ishte lajm. Ai shkoi në Zagreb, në një klinik private që premtonte diskrecioni total. Dhe atje, në një dhomë të vogël, pa dritare, pa lule, pa asnjë gjurmë njerëzore, ai dëgjoi fjalët që e shkatërruan. Zoti Fehmiu, ju keni sëmundjen e Parkinson. Sëmundja do të përparoj. Ne mund ta ngadalsojmë, por jo ta ndallojmë. Mjeku i ofroi lista me barna, me specialist, me programe rehabilituese. Por Bekim Fehmiu dëgjonte sikur nga nën ujë. Ai pa vetëm një të ardhme,
veten në karige me rrota, të paaft për të ngrënë vetë, duke mos e njohur familjen, duke u zhdëruar në hije të asaj që kishte qenë. Kjo ishte më e keqe se vdekja. Sa kohë kam para se të humbas kontrollin? Pyeti ai me zë që mezi dëgjohej. Mjeku u përgjua. Varet në shumë faktor. Mund të jenë 5 vjet, mund të jenë 15, por ju duhet të filloni trajtimin tani. Bekim fëmiu tundi kokën. Jo këtu, jo ku njerëzit mund të më shohin. Mjeku e kuptoi. Ai kishte trajtuar figura të tjera publike që kishin të njëjtën frikë. Do t'ju ndihmoj, tha ai, por ju duhet të më besoni. Bekim fëmiu e shikoi në sy. Unë nuk besoj askënd, tha ai, vetëm veten. Dhe tani as vetes nuk i besoj më. Dhe në atë çast ai mori vendimin fatal. Ai do ta luftonte këtë betejë vetëm, pa dëshmitar, pa ndihmë, pa shpresë. Ai u kthye në Beograd me një çantë plot barna dhe një sekret që do ta hante gjallë për 10 vjet. Ai nuk ja tha Branka, nuk ja tha fëmijëve, nuk ja tha asnjë miku. Ai vendosi të luftoj vetëm. Dhe çdo mëngjes, para se të ngrihej nga shtrati, ai bënte një ritual të vetin. Provonte të lëvizte gishtrinjt, të mbyllte grusht, të buzëqeshte para pasqyrës. Nëse sytë e tij shikonin dridhje, ai shtyte takimet. Nëse muskujt ngurcoheshin, ai thoshte se ishte i sëmurë me grip. Ai jetoi 10 vjet duke u maskuar, duke u fshehur, duke u gënjer vetes dhe të tjerëve. Por çdo natë, në heshtje, ai shkruante në ditar. Dhe ato shkrime janë dëshmi e një torturë që pak njerëz mund ta imagjinojnë. Branka e gjeti ditarin në shkurt të vitit 2011, 8 muaj pas vdekjes së Bekim. Ai ishte fshehur në një kuti metalike në ndyshemet të studimit në një vend ku askush nuk do të shikonte. Kur ajo e hapi, ajo pa faqe plot me shkrime, disa të qarta, disa të paqarta, disa vetëm vizatime të dorës që dridhej. Në njërën faqe, me data 10 shkurt 2008, Bekim kishte shkruar: Sot harrova se si lidhen lidhëset e këpucëve. Qëndrova ullur në kariken e dhomës së gjumit për 20 minuta duke provuar. Branka erdhi dhe më ndihmoi. Ajo mendoi se po bëja shaka. Unë buzëqesha, por brenda dëshiroja të ulirja. Branka e lexoi këtë dhe ndjeu diçka që e theu. Ai kishte vuajtur vetëm, ndërsa ajo jetonte në të njëjtën shtëpi pa e ditur. A ishte ajo fajtore që nuk e pa? Apo ishte ai fajtor që e fshiu aq mirë sa ajo nuk mund ta shihte? Në vitin 2009, Bekim Fehmiu bëri tentativën e fundit për të kërkuar ndihmë reale. Ai shkoi te një specialist në Vjenë, një nga mjekët më të mirë në Europë për trajtimin e sëmundjes së Parkinson. Por edhe atje, ai kërkoi të mbetej anonim. Ai dha emër të rrem, pagoi kash, nuk deshi që asgjë të regjistrohej. Dhe kur mjeku austriak e ekzaminoi dhe i tha: "Ju duhet të filloni trajtim intensiv menjëherë ose do të humbasni aftësi bazike brenda 5 vitesh", Bekim Fehmiu u ngrit nga karrige dhe tha: "Faleminderit për kohën tuaj." Ai doli nga klinika dhe kurrë nuk u kthye. Mjeku tentoi ta kontaktonte përmes numrit që ai kishte lënë, por numri ishte i gabuar. Bekim Fehmiu kishte zgjedhur të mbyllte edhe atë derë, të mbyllte çdo mundësi shpëtimi, sepse për të, shpëtimi nuk ishte të jetonte më gjatë. Shpëtimi ishte të vdiste me dinjitet. Por çfarë lloj dinjiteti është ky? Çfarë lloj krenarje shkatëron një njeri deri në atë pikë sa ai zgjedh vuajtjen në vend të ndihmës? A ishte kjo zgjedhje personale? Apo ishte rezultati një shoqërie që kishte mësuar se dobësia është turp, se sëmundja është dështim, se kërkimi i ndihmës është dorëzim? Por ndërsa Bekim luftonte betejën e tij të fshehtë me sëmundjen, një grumbull tjetër të telasheve po afrohej. Në fund të vitit 2009, ndodhi diçka që askush nuk e kishte pritur. Një grua e re, rreth 30 vjeçe, u shfaq në mediat serbe duke pretenduar se ajo ishte bie e panjohur e Bekim Fehmiut. Ajo tha se nëna e saj kishte pasur lidhje me aktorin në vitet 80 dhe se Bekim e dinte për ekzistencën e saj, por kishte zgjedhur të mbante sekret. Ajo solli fotografi, letra dhe një test ADN që sipas saj provonte pretendimet. Familja Fehmiu mohoi menjëherë. Branka dha një deklaratë të shkurtër. Kjo grua po përpiqet të përfitojë nga emri një njeriu që nuk është më këtu për t'u mbrojtur. Ne e dim të vërtetën. Por gruaja nuk u tërhoq. Ajo dha intervista. Ajo tregoi detajet e intimitetit të jetës së Bekim që vetëm dikush shumë i afërt mund t'i dinte. Ajo përshkroi mënyrat e tij, zakonet e tij, fjalët që ai përdorte. Dhe kjo bëri që shumë njerëz të dyshonin. Mos vallë ajo po thoshte të vërtetën. Historia u bë skandal kombëtar, por ajo që askush nuk e vuri re ishte se Bekim Fehmiu, i cili në atë kohë ishte ende gjallë, nuk dha asnjë deklaratë. Ai qëndroi në heshtje. Ai nuk mohoi, ai nuk konfirmoi.
a i thjesht heshti. Dhe kjo heshtje e tij solli dyshime edhe më të mëdha. Branka tentoi ta bindë që të fliste, që t'i jepte fund kësaj, por ai tundi kokën. Nuk ka rëndësi, tha ai, asgjë nuk ka rëndësi më. Dhe ajo kuptoi se diçka kishte ndryshuar brenda tij. Ai nuk ishte më njeriu që luftonte për imazhin e tij. Ai ishte njeriu që kishte lënë pas çdo gjë. Disa javë pas skandalit, gruaja u tërhoq papritur nga media. Ajo dha një deklaratë të fundit ku tha: "Unë thash atë që dëshirova të thoja, tani e lë të kaluarën të pushoj." Por disa gazetarë që ndiqen historinë pretendojnë se ajo mund të ketë marrë një shumë parash për të heshtur. A është kjo e vërtet? Asnjë provë drejt për drejt nuk u gjet kurrë, por ajo që mbetet fakt është se gruaja u largua nga publiku dhe kur nuk foli më për këtë temë. Bekim Fehmiu kur nuk komentoi, edhe kur gazetarët e pyetën direkt, ai thjesht tundi kokën dhe tha: "Unë jam këtu për të folur për artin tim, jo për dinjeshtra." Por ata që e njihnin mirë, thanë se diçka kishte ndryshuar në të pas asaj histori. Ai u bë edhe më i mbyllur, edhe më i larguar, sikur ajo sulmim publik e kishte thirrë diçka që ishte ende në këmbë. Sikur ai kishte kuptuar se edhe nëse do të luftonte për të vërtetën, askush nuk do ta besonte. Sepse bota kishte vendosur tashmë të besonte atë që donte. A ishte kjo gruaja vërtet e lidhur me të? Apo ishte vetëm një person që po përpiqej të përfitonte nga fama e tij? Dhe nëse ishte e vërtet, çfarë tjetër kishte fshehur Bekim Fehmiu gjatë jetës së tij? Sa sekrete të tjera ishin të varrosura bashkë me të? Dhe më pas erdhi pranvera e vitit 2010, muajt e fundit para tragjedisë. Diçka e jashtëzakonshme ndodhi që tronditi edhe njerëzit më skeptik. Bekim Fehmiu filloi të vizitonte një grua të vjetër që jetonte në periferinë e Beogradit, një grua që njihej nga fqinjet si shtriga e lagjes. Asnjë nga të afërmit e Bekim nuk e dinte për këtë. Ai shkonte vetëm, në darkë, duke marrë taksit dhe duke u zbritur 2 rrugë më larg për të mos u parë. Gruaja ishte e njohur si fallxore dhe medium, dikush që pretendonte se mund të komunikonte me të vdekurit dhe të parashikonte të ardhmen. Sipas çinjve që kujtojnë atë periudhë, Bekim Fehmiu shkonte te kjo grua së paku një herë në javë. Ai qëndronte brenda për orë të tëra, dhe kur dilte, fytyra e tij ishte e zbehur, sikur kishte dëgjuar diçka që e kishte shqetësuar thellësisht. Një fqinje rrëfeu. Unë e pash një natë duke dalë nga shtëpia e saj. Ai mbante një qese të vogël në dorë dhe ai qante. Unë nuk e kisha parë kur një burr të atill duke qarë në atë mënyrë, si fëmijë i humbur. Çfarë i thoshte kjo grua? Çfarë ishte në atë qese? Dhe pse Bekim Fehmiu, një njeri i arsimuar, njeri i artit dhe shkencës, po kërkonte ngushëllim te dikush që shumica e njerëzve e cuanin mashtrues. Pas vdekjes së Bekim, gazetarët tentuan ta gjejnë këtë grua, por ata zbuluan se ajo kishte vdekur vetëm 3 javë para tij. Shkaku i vdekjes, sulm në zemër. Shtëpia e saj ishte boshatisur, nuk kishte pasardhës, nuk kishte dokumente. Çdo gjë që ajo kishte thënë ose bërë, ishte zhdukur bashkë me të. Por një nga fqinjet e saj ruajti një detaj të çuditshëm. Ajo tha se një ditë para se gruaja të vdiste, ajo e thirri në shtëpi dhe i dha një zarf të mbyllur. Mos e hapi, tha ajo, kur të dëgjosh se Bekim Fehmiu ka vdekur, ja jep gruas së tij. Fqinja e ruajti zarfin, por kur ajo dëgjoi lajmin e vdekjes së Bekim, ajo u friksua. Ajo nuk dinte se si të kontaktonte familjen, dhe kur ajo më në fund vendosi të shkonte te policia me zarfin, u tha se familja nuk dëshironte të merrte asgjë që vinte nga burime të paverifikuara. Zarfi u kthie tek ajo, dhe sipas fjalëve të saj, ajo e dogji atë sepse kishte frikë se ajo që ishte brenda ishte e mallkuar. Çfarë ishte në atë zarf? Çfarë kishte shkruar gruaja e vjetër që kishte qenë kaq e rëndësishme sa duhet t'i jepej Branka pas vdekjes? A ishte një parashikim i fundit, një paralajmërim, apo thjesht letra e fundit nga një grua që kishte pasur ndikim të thellë mbi një njeri në orët e tij më të errta? Bekim Fehmiu kur nuk foli për këto vizita. Ai mbajti sekreti deri në fund. Por disa që ishin afër tij thonë se pas fillimit të atyre vizitave, ai filloi të mbante një objekt të vogël me vete gjithmonë, një gur i zi mbështjell në pëllhur të kuqe. Ai e mbante në xhepin e brendshëm të xhaketës, dhe sipas dëshmive, ai e prekte atë gur çdo herë që ndjehej i shqetësuar, kur trupi dridhej, kur frika vinte. Ai e prekte gurin dhe murmurite diçka në heshtje. Pas vdekjes, familja nuk gjeti atë gur. Ai nuk ishte në trupin e tij, ai nuk ishte në shtëpi, ai thjesht ishte zhdukur. Dhe kjo mungesë e objektit që ai mbante gjithmonë me vete, solli pyetje të reja. Kush ja mori? Pse ja mori? Dhe çfarë domethënie kishte ai gur për Bekim Fehmiu që ai nuk mund të jetonte pa të? Disa besojnë se gurit i ishte dhënë një fuqi mbrojtëse nga gruaja e vjetër. Disa besojnë se ai përmbante një lloj simbolike që e qetësonte shpirtin e tij.
dhe disa besojnë se humbja e atij guri ishte shenja e fundit që fundi po vinte. Sepse njerëzit që besojnë në këto gjëra thonë, kur objekti mbrojtës humbet, shpirti mbetet pa mbrojtje. Dhe ku shpirti mbetet pa mbrojtje, fundi vjen shpejt. A besoni në këtë? Apo është thjesht bestytni e njerëzve që kërkojnë kuptim në tragjedi? Por edhe nëse nuk besoni, mbetet një fakt i pamohueshëm. Bekim Fehmiu humbi atë gur në fund të majit të vitit 2010. Ve 2 javë më vonë, ai hyri në banjon e shtëpisë së tij, mbili derën dhe kurrë nuk doli gjallë. A ishte koincidencë? Apo ishte diçka më e errët? Një lloj dorëzimi përfundimtar para forcave që ai nuk mund t'i luftonte më. Historia nuk jep përgjigje, por pyetjet mbeten, dhe ato do të mbeten përgjithmonë, të varrosura bashkë me të në varrin e tij të largët në mallin mbi Beograd. Brenda një jave pas zhdukjes së gurit të zi, grimuesja personale e Bekim Fehmiut, Jelena, thiri një mbledhje emergjente me stafin që kishte mbetur besnik ndër vite. Ajo nuk donte të fliste, por ndjeu se kishte për detyrë. Unë kam ruajtur heshtjen për 10 vjet, tha ajo me zë që dridhej. Por tani që ai nuk është më këtu për të vuajtur pasojat, ju meriton ta dini të vërtetën. Ajo tregoi se çdo mëngjes para se Bekim të dilte përpara kamerave apo në ngjarje publike, ai kallonte nga 20 minuta deri në 1 orë në dhomën e grimit duke luftuar me trupin e vet. Dora e majt dridhej aq shumë sa ai nuk mund të mbante në fillim as lapsin e buzëve. Jelena duhet ta ndihmonte, ta mbështeste krahun, ndërsa ai përpiqej ta kontrollonte me vullnetin e pastër. Ai më thot gjithmonë: "Jelena, nëse dikush shikon këtë, karriera ime mbaron. Jo sepse nuk do të më duan më, por sepse nuk do të më respektojnë më", kujtoi ajo duke fshirë lotët. Por detaji më i frikshëm erdhi kur ajo tregoi se në javët e fundit para fundit, Bekim kishte filluar të humbas kontrollin edhe mbi fytyrën. Muskujt e fytyrës ngurtësoheshin papritur dhe ai nuk mund të buzëqeshte. Jelena duhet ta masazhonte fytyrën me duar për minuta të tëra, derisa muskujt liroheshin përkohësisht. Dhe ai qante gjatë gjithë kohës, tha ajo. Ai qante në heshtje ndërsa unë e masazhoja dhe më thoshte: "Çfarë do të mendojnë njerëzit kur të shohin që unë nuk mund as të buzëqesh më? Do të më shohin si për binj." Kush ja vendosi këtë barë psikologjike mbi shpatulla? Kush ja mësoi atij se dobësia ishte turp më i madh se vetë vdekja? A ishte kjo një zgjedhje personale, apo ishte trashëgjimi i një shoqërie që nuk i lejonte heronjtë e saj të jenë njerëz? Por dëshmi edhe më shqetësuese erdhi nga shoferi i tij i fundit, Ranko, i cili për vite kishte qenë njeriu më i afërt me Bekim jashtë familjes. Në një intervistë të rrallë të dhënë në vitin 2015, Ranko rrëfeu se ai e kishte parë Bekim në gjendje që askush tjetër nuk e kishte parë. Një ditë, ishte fundi i prillit në vitin 2010, ne ishim duke u kthyer nga një takim privat që ai kishte pasur me avokatët e tij, kujton Ranko. Ai ishte shumë i heshtur gjatë gjithë rrugës, por kur arritëm në një ndalesë semaforësh, ai papritur fillon të bërtas, jo me fjalë, vetëm zë. Një ulërim si kafshë plagosur. Unë u trondita aq shumë sa gati aksidentova makinën. Kur u ktheva ta shikoja, ai kishte kokën në duar dhe trupi i tij dridhej tërësisht. Unë nuk dija çfarë të bëja. E pyeta nëse duhet të shkonim në spital. Ai tundi kokën me dhunë dhe tha vetëm një fjalë: "Shtëpi." Kur arritëm, ai zbriti nga makina dhe ecte sikur askush nuk e kishte parë të qara. Por unë e kisha parë, dhe ajo pamje nuk më ka lënë kurrë. Ranko shton se ai tentoi ta bindë Bekim të kërkonte ndihmë profesionale, por Bekimi ja ndalloi. Ai më tha: "Ranko, nëse flet për këtë me dikë, madje edhe pas vdekjes sime, do të më kesh tradhtuar më keq se armiku im më i madh." Dhe unë ju betova se nuk do të flisja. Por tani që ai ka vdekur, unë mendoj se bota duhet ta di se sa shumë ai vuajti vetëm për të mbajtur imazhin që bota e donte prej tij. Këto rrëfime nga njerëzit që ishin më afër tij zbulojnë diçka tronditëse. Bekim Fehmiu nuk ishte thjesht njeri që fsheu sëmundjen. Ai ishte rob i një burgu psikologjik që ai vetë ndërtoi rreth vetes. Burgu i frikës nga gjykimi. Burgu i frikës nga humbja e respektit. Burgu i frikës nga shndërrimi në objekt dhimbjeje në vend se në objekt admirimi. Dhe sa më shumë ai ndërtonte atë burg, aq më i izoluar bëhej, aq më i vetëm, aq më afër fundit fatal. Por pyetja që përsëritet është: a ishte ai vërtet vetëm në këtë zgjedhje? Apo kishte dikë që e shtiu drejt kësaj? Dikë që e paralajmëroi se nëse e vërteta dilte, pasojat do të ishin shkatërruese? Dhe nëse ekziston një person i tillë, a duhet ai të mbajë përgjegjësi për atë që ndodhi? Në fillim të qershorit të vitit 2010, diçka e papritur ndodhi që hodhi dritë mbi një kapitull të errët të historisë së Bekim Fehmiut. Një grua e panjohur shkoi në redaksinë e gazetës Večernje Novosti në Beograd,
dhe la një zarf që përmbante fotografi të vjetra dhe një letër shkruar me dorë. Fotografia tregonte Bekim Fehmiu në vitet 80 në një dartë private, ullur pra një gruaje elegante që nuk ishte gruaja e tij. Letra që shoqëronte fotografin ishte shkruar nga kjo grua. Emri i saj nuk është zbuluar kur plotësisht, por disa burime e identifikojnë si Vesna, një aktore e njohur e asaj kohe që kishte punuar në disa filma me Bekim. Në letër ajo shkruante: "Kam mbajtur hesht,